pjesëmarrës në ndeshjen e sonte, besoj që përzumë një kampionat i bukur. Rëndësishme është që kampionati i parë 40 vjeç zhvillohet nga Federaciona Rajonale e Futbollit Shkodër në bashkëpunim me Shoqërinë për Sport. Shpresojmë që kjo iniciativë të bëhet edhe të ketë pjesëmarrje më të madhe vitin e ardhshëm, por të shpërndahet në gjithë Shqipërinë dhe të ketë një kampionat veteranësh, duke shpresuar që gjërat do shkojnë ashtu siç kanë shkuar në këtë kampionat, ku natyrisht besoj që edhe më të mirë kanë arritur fituën. Shoqata Rajonale e Futbollit Shkodër ka menduar që të ketë edhe një të dorëzojë, një mirënjohje për të gjithë ekipet pjesëmarrëse. Janë 8 ekipe të cilët kanë marrë pjesë në këtë kampionat që besoj do të jetë historik sepse është kampionati i parë plus 40 vjeç që zhvillohet në Shqipëri. Do të dorëzoj zoti Lazamatia, kryetari i shoqatës rajonale, mirënjohje për ekipin e Universitetit Luiz Gorakuqi. Ftojmë Damir Romani. Bravo Romani. Do të ketë një mirënjohje për drejtorinë rajonale të timeve të Shkodër. Ftoj zotin Agron Hasanaj të marrë. Nuk e njëjë se kemi pjesëmarrës të pjesëtarët e ekipit Spitalit Rajonal Shkodër. Është njëri prej 8 ekipeve pjesëmarrëse. Do ketë një mirënjohje për ekipin e Oshe i Shkodër. Adoruçi. Media. Dhe një mirënjohje për Bashkinë Shkodër. Bravo Zeni. Do të kemi 2 trofe të golçënuesit më të mirë të kampionatit. Ka numër të barabartë golash. I pari është Mario Bregu. Nuk është sonde, por ftoj Zamir Lomanin të marrë trofeun për Mario Bregu, golçënuesi më i mirë i kampionatit me 30 gola. Do të dorëzoj 30 gola është dhe Deniz Zmiani. Ftojmë Hysen Zmianin të dorëzoj Denisit trofeun e këtij saj. Një falënderim për 2 arbitrat që kanë marrë peshën e arbitrimit në gjithë këtë kampionat, Agron Kastrati dhe Begiz Dragusha. Këtë nga një medalje. Do të fillojmë me medaljet për vendin e dytë dhe kupën për vendin e dytë do të dorëzohet nga kryetari i shoqatës rajonale zoti Lazamatia. Medaljet për skuadrën e vendit të dytë. Ftojmë ekipin e veteranëve për të marrë medaljet dhe kupën.
Tashmë është momenti për të nderuar kampionët e këtij kampionati. Do të jetë antari i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, Dr. Armand Baksugu, që do të dorëzojë medaljet për ekipin kampion, ekipin shoqatës Verenale të Futbollit Shkodër. Ftojmë një nga një pjesëtarë të ekipit shoqatës Verenale për të marrë medaljet dhe në fund kapiteni pastaj për Viti, kapiteni. Vem fund, Urime Bibi. O, kujtër, foto kujtër. Shumë shikilja, që ju i dalë pas që. Ka dhënë një vjet, 2 vjet ke harruar. Hajde merr. Vaj si kapiteni. Kemë në me këtë po. Do të marr kluba më lashë. Bravo Zmian, 2 trofe. Deli tu coisa. Ozet. Buona, bro.